në Prishtinë, një kohë e kam nalë në Gjyst. E kishe dëshirë? Jo, e kam nalë në Gjyst, kam shku në Zvicër, me punu në të zezën fizikisht, sepse ende ishëm pa shtëpi, ende ishëm pa kulm mbi kokë, nuk arrita me gjetë vetën atje. Në fakt në pavarësinë, shpallën pavarësisë Kosovës kom pritë në Zvicër. Kjo ka qenë ndoshta një prej momenteve tjetës që si harroj vetës. Jo e drejtë. Si fali vetës. Jam mërzit shumë që shpallën në pavarësisë kom pritë atje, po shtu më që jeta, pastaj u ktheva. E kisha dhe motrën e vogël, sigurisht për... Nana dhe motra, ka qenë një periudhë e vështirë e gjendjes financiare, në atë kohë flasë, të familjes sime. Unë ta tregova një pjesë, po unë edhe pjesën tjetër, unë kam edhe agjën dëshmor, jo dëshmor, po të masakruar, kokën diku tjetër, trupin diku tjetër, dhe edhe kjo pjesë tjetër ka pas sfida shumë të jetës, edhe kënena sfida të jetës, thjesht ka qenë një familje ndoshta komplet e përsekutume, edhe të agja, edhe këne ka dojtë. Periuda 2006, 5, 6, 7, kështu diçka, sepse një kohë kumë pununja, një vjetë diçka me një gazetë në atë kohë, ka qenë ndoshta një ndërë për periuda më të rënda për nonën tamë, prapë po thëmë që të mund për nonën tamë, sepse unë nuk e këmë kuptu peshën e asaj kër i ketë 2 fëmijë dhe dush mi u siguru bukë. Me majtë një shtëpi. Mas pare me gjithë, po shtëpis kemi pas eq, kemi jetu thashtë, lojqin shtëpi ti, por me gjithë me u siguru bukën fëmijëve. Ta shë kuptoj se kom vetë fëmijë. Kjo më ka shty ndoshta më shumë që unë me marrë rrugën, edhe atë rrugë kemi bo një 3-4 ditë me 2 shokë më shku, në Zvicër dhe ajo ka qenë në të zezën që i qujmë një ose pa dokumente, për me punu fizikisht, për u ktheva, pastaj nuk... Edhe vazhdojë fakultetin. Gërbeti s'ke për mu, e vazhdojë fakultetin, përvëdojë fakultetin, po ekonomiku nuk ka qenë diçka që e kom deshtë ndojherë, ose... Qka ke dash me studiu ma shumë? Teknologjinë informative e dunë shumë. Edhe sot, në kohë të lirë, merrëm me teknologjinë informative. Merrëm me qana që i bëj me qef, kështu program, tash po merrem me këtë AI që është do, me inteligencë artificiale. Thjesht teknologjinë informative e kom pas në qef prej fëmijë, dhe ndoshta pse Zvicra ma ka jep këtë mundësi. Këtë ka të mirë shkolla në Zvicër që prapë po them, uroj ta ketë Kosova kurdoherë. Ti ofron të gjitha në tavolinë dhe ti e zgjedh atë që don ty, të flen ty, ki qef ti më marrë me atë punë. Edhe këtë e kom pas dëshirë, pas njerës kom arrit, kom punu, është të vërtet, kom punu në diku 7 vite në integrimin Europian, në Ministrinë e Integrimit Europian në fushë të energjisë informative, e kom mbikëqyrë divizionin, por pas asaj më kopje politika përpara, kam qenë në zonën sekretare e rinisë Partisë Demokratike të Kosovës për një mandate gjysmë gati, kam qenë deputet pastaj një mandat, ose gjysmë mandate, sepse kryeministri atëhershëm Haradinaj... Po, nuk e zgati. Bosa mo nuk po du, dhe po më është ndërprej me 2 vite. Partia Demokratike tëftoj, qysh edhe si i ri, apo i granove vetë? Jo, më kam ftu, po vidja ka qenë 2011 apo 2012. Unë në fakt them të drejtën, jom rrit, sa kam qenë Kosovë, me njerëzit që ato që thete, ose idealista, po idealista ka se cila parti politikë, shumë e vërtet, po kryesisht me njerëz të luftës. Me njerëz që kanë qenë luftës, sepse thash, Agjën këmë pas luftë, djali Agjës ka qenë pjesë e luftës, familja e Gjon ka qenë pjesë e luftë, komplet kushërit të vrarë, të dëshmorë, kështu që jem rrit me këtë pjesë të luftës, dhe në atë kohë pjesë e luftës ka qenë PDG-ja dhe Aleanca, Zoti Haradinaj. Dhe pa tjetër që dikun nga këto dyja do nëgjiteshe. Po më dhe ka qenë natyrshme për mu. Të shok të Agjës, me ata që ishe rritë. Natyrshme për mu, pastaj ka qenë Zoti Veseli, ai që tash nuk po e mbaj mend shumë mirë mënyrën se si ka rrjedh. Ka qenë Zoti Veseli ai që më ka ftu me një takim dhe më ka ofruar që me u bashkangjit, jo për ndoj atëherë, pra 2011-2012, se kom qenë i ri,
jo për ndoj pozit, sepse as nuk ishte rendi për deputet atëherë 2011-12 apo 10, as për ndoj pozit të rinis, thjesht kemi qef që me qenë me ne, për shkak se respektojmë vlerat e tua dhe të familjes tonë, dhe unë natyrshëm u bashkan gjitha atje. Pastaj ka rrjetë kështu, nuk dim, politik, o janë dy gjëra, o kja ambici shumë, që unë nuk është që i kom pas shumë, o të shtyjmë për para. E mu më kanë shty me sigurë për para, sepse politika i ka dy gjëra. E para, unë e kam obligim, e kom pas obligim me shku rrugës që ka qenë babi. Edhe kjo shumë e natyrshme, me të razu ndoshta rrugën e politikës, dhe kam kështu, e kom pas me patjetër, po e dyta është edhe njerëzit duan që të tjesh aty. Të tjerët duan që të tjesh aty, dhe unë nuk është që kom pas në ambicie politike, sepse unë asnjëherë nuk kom synu ndoj post të rëndësishëm ose post publik, të thashë kom desht gjithmonë teknologjinë informative. Kjo ka qenë fusha që unë e kom desht. E pash këtë provavin këtu, unë jam tip i natyres, unë jam tip i qetësisë. E pëlqen? Po shumë, dhe kjo ndoshta mund t'jetë një prej shtëpijave të ëndrave dhe njerëzve. Pash edhe me Rajnë Shtrujnë u përqafohet se... Po, peshkim. Peshkatar të dytë. Po, kështu që jam tip i natyres, që në më kuptan, natyres mund t'jemi gjithë, por jo shumë i publikut. Por pastaj jeta ka rrjedhë të tjera që është dashur. Kështu babë si ke përgjat, i e kopje komplete. Ai ka qenë tër energji. Ai ka qenë sepse ka qenë kohë tjetër edhe fjalia e tij flak, bëj ose vdes, po, për ta vrarë vdekjen. Ai ka qenë sepse ai ka vendos me vedijet plot me sakrifiku jetën e tij për jetën e popullit të tij. Edhe e ka bënë një gjë të tillë. Për lirin. Po, e ka qenë i vdeshur për këtë punë. Dhe ndoshta kjo ka qenë edhe tjetra që unë me rastet caktuara, gjithmonë tash kur po flas për të kaluar, sepse tash është një moshë tjetër, do të flas për moshën 20 diçka vjeç kur kam qenë. Fati i babit përmes politikës, ndoshta u kon edhe njëra prej arsyeve që unë pak jam friksu prej politikës në atë kohë. Prapë po e përsëris 2019-11. Po pastaj rrjedhën. Se një ri edhe mund të frigohet, vërtet gjithë kjo tragjedi ndodhi edhe në kuadër të politikës. Nuk po dalim nga biseda me babin, do të flasim për Andinin, personazh në vazhdim, po tani po flasim akoma për babin. Sigurisht më shumë të ka rënë jetë me bashkëbisedu me veprën e tij. Sa keni arrit me rujt veprën e tij me Shumë pak. Shumë pak. Nuk arritet me i fsheh gjërat atëherë? Ti ke qenë shumë i ri, po të tjerët? Shkrimet? Ne nuk po arrim, po kemi me arrit, duhet me arrit, po unë po e kritikoj veten, sepse do duhet mi kritiku dhe tjerët, me i ribotu ato që ekzistojnë. Që ekzistojnë. Fatmirësisht është marrë një vendim prej qeverisë Kosovës vitin e kaluar, po ende nuk kemi arrit me ribotu. Nuk e di pse. Janë zhduk shumë prej tyne? Ekzistojnë libra që ka qenë të botum të babit, që është lufta e thotë dhe detandi i pari, ekziston filozofia politike që është shqiptare, ekziston libri bashkë me tashmë të ndjerin Ismail Kadare, bisedë për mes sekrash, dhe një libër që e kom nxjerr nuk e di vitin 2019, unë prej disa të shkrimeve komponenti religjos, çështja shqiptare kombëtare, komponenti religjos. Është kështu, po ekzistojnë edhe plot dorëshkrime tjera që fatmirësisht Halla i ka rujt, të cilat kanë qenë nga burgu. Dhe ato që kanë qenë nga burgu, çka ka mujt me rujt, sepse gjysma i ka zhduk rruga, gjysma i ka zhduk udba, sa këtë fjalën udbë fort nuk kom qef me përmend. Por të gjitha të tjerat dhe që kanë qenë shumë, sepse mboj me në shtëpia babit ka qenë në formë L, tashmë është muze, ka qenë një dhomë e fjetjes dhe një dhomë tjetër salon, pa veç salon nuk ka qenë komplet e mbushur me raftet e librave,
shtëpi, kjo dhoma e Fjedhës ka qenë mbushur me libra dhe një aneks tjetër ka qenë mbushur, jo vetëm me libra, se librat i kanë kriju do shta të tjere dhe babi i ka lexu, po me dërshkrime të tij dhe kjo është fatkeqësi që janë mundu, me sa jam unë informuar, kështu sepse kam qenë fëmijë që më kanë thonë familjarë tjerë i kanë largu prej aty, janë mundu me shti diku tjetër me qese, me i mshef kështu, po i kanë gjetë fatkeqësisht policia dhe ushtria sërbe atëherë dhe i kanë kallë të gjitha.